Pas ndryshimeve në qeveri, SPAK sekuestron dosjen e tenderit me vlerë 400 milion euro të Porto Romanos. SPAK ka sekuestruar dosjen e tenderit për projektin e Porto Romanos në kuadër të një hetimi për dyshime mbi shkelje në procedurën e prokurimit. Sekuestrimi është kryer të martën pranë autoritetit portual Durrës, ku ndodhej dokumentacioni plot i procedurës. Tenderi për zhvillimin e projektit në Porto Romano ka një vlerë prej rreth 400 milion eurosh dhe është zhvilluar në 2 faza, para kualifikim dhe kualifikim. Nga faza e parë e procedurës është skualifikuar një kompani holandeze, ndërsa në 9 mars është paraqitur vetëm një ofertë financiare. Në garë ka mbetur e vetme një kompani greke e cila ka vijuar me fazën përfundimtare të tenderit. Hetimet e SPAK pritet të verifikojnë nëse gjatë zhvillimit të procedurës janë respektuar kriteret ligjore dhe parimet e barazisë në garë. Deri më tani nuk ka një reagim zyrtar nga autoriteti portual lidhur me sekuestrimin e dosjes.